absolutisht që po dhe para shumë vitesh, në fakt, po të regoj një eksperiencë time personale, në fakt, kur unë kam qenë maturante, vetë Bashkia e Durrësit ka pas një projekt sensibilizues, ku ky projekt çfarë kishte qëllim? Qëllim kishte që gjatë gjithë Bregdetit Adriatik, pra që kapte zonën e Durrësit, të gjithë të rinj të veshur me mbrojtjen, pra të sensibilizoheshin dhe në momentin që një turist apo një individ i cili ishte shumë pranë Bregdetit hidhte një mbetërin ta kapte dhe t'i jepte një fletpalosje për ta ndërgjegjësuar dhe për ta bërë kështu pra që ai mos ta bënte më. Mendoj që të duhet përsëri që Bashkia e Durrësit, por jo vetëm Bashkia e Durrësit, në fakt, po të gjithë qeverisja vendore aty ku ka atraksione turistike, se jo të mbjete student apo ndoshta dhe maturant apo dhe të rinj në kuadrin e projektit, me qëllim që të sensibilizojë të gjithë qytetarët dhe jo vetëm dhe turistët për të mbrojtur ambientin, për të mos ndotur ambientin, sepse tham, nga një papërgjegjësi mund të shkojmë deri në vënien e zjarrit në një ambient. Kështu që do duhet, është detyrë në fakt e qeverisjeve vendore që të sigurojnë mbarvajtjen, sepse për shumë qytete në fakt është hapur dhe sezoni turistik, mbarvajtjen e sezonit turistik në të gjitha aspektet, dhe ku shumë e rëndësishme është dhe ndotja, por nga ana tjetër përveç ndotjes është dhe siguria. Ne kemi parë që përgjatë zonës bregdetare ka ndodhur dhe fatkeqësisht kemi pasur edhe raste të rënda, po. Po, dhe raste të rënda, ku në fakt strukturat akomoduese në stacionet e plazhit duhet të kenë rojën bregdetare, por duhet kuptojmë që 4 stacione plazhi kanë një rojë bregdetare, shpeshherë në shumë zona ai roja bregdetare as nuk është, pra është fiktiv, thjesht i regjistruar, dhe kjo sjell një problem të shtuar në sigurinë e turistëve. Kështu që edhe kjo do një vëmendje të shtuar nga, unë mendoj, nga vetë qeverisja vendore, sepse është në përgjithësi të stacioneve të plazhit, në momentin që diçka ngel në përgjithësi pra të sektorit privat, unë mendoj që nuk është aq efikase, pra siç thash, ka dhe mungesa të rojave të plazhit, pra në numër e kam fjalën. Patjetër. Romi, nëse më lejon të pyes, duket sikur po e ndroj temën, po ka një arsye pse ta bëj këtë si pyetje, meqense jemi ndalur më konkretisht tek Durrësi. Prej vitesh tani më, e dim fare mirë se Durrësi është një nga zonat e preferuara nga familjarët, pra nga fëmijë, pra prindërt të cilët zgjedhin të kalojnë pushimet e tyre në Durrës me fëmijët, pikërisht edhe ndoshta për shkak të një sigurie më të madhe që ata e konsiderojnë, lidhur kjo me ujin, pra me faktin se do duhet të kalosh një gjatësi, po themi derisa të arrish në thellësi, që është një problem për prindrit, ata që na dëgjojnë e din fare mirë se për çfarë po flasim, apo edhe për shkak se është një plazh ranor që siguron gjithashtu një tjetër efikasitet, po themi kur flasim për fëmijët. Megjithatë janë të përzierë së bashku, sepse Durrësi gjatë sezonit turistike dhe jetën e natës e ka të zhvilluar në kuptimin që është i përshtatshëm edhe për të rinj. Po sa e vështirë është për prindrit me fëmijë kur mendojnë për pushime, qoftë edhe për të zgjedhur vendin ku ata do të pushojnë, apo qoftë edhe atë se çfarë ofrohet në vetvete për ta.